Ndërkohë, nderuar shikues, ne do të qëndrojmë edhe për 2 minuta të tjera së bashku, pasi njëri ka mbetur i plagosur në Mamuras gjatë një operacioni të policisë. Është një lajm i minutës fundit. Ky burimet kanë bërë të ditur se ai ka bërë rezistencë gjatë një ndërhyrje të forcave të rendit dhe ka kryer veprime që mund të rrezikonin efektivët, duke bërë që policia të ndërhyjë për ta neutralizuar atë. Mësohet se për shkak të plagës së marr, i dëmtuari është dërguar menjëherë në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku dhe është nën kujdesin e mjekove. Gjithashtu, sipas edhe informacionit tjetër më të fundit, njëri prej tyre ishte shpallur në kërkim, i dënuar në Itali për tentativë vrasje, ndërsa shtetasi që e shoqëronte ishte i armatosur. Gjatë neutralizimit është plagosur 23 vjeçari në kërkim, i cili është transportuar në Spitalin e Traumës. Dhe këtu jemi pikërisht me njoftimin zyrtar nga policia, e cila ka sekuestruar armën e zjarrit pistolet që posedonte shtetasi që shoqëronte të kërkuarin. Në vijim të operacioneve të drejtorisë së forcës së posaçme operacionale të realizuara pas shkëmbimit të informacioneve dhe koordinimit veprimeve operacionale me partnerë ndërkombëtar, me qëllim kapjen e shtetasve në kërkim, është administruar informacion për vendodhjen e shtetasit të shpallur në kërkim, Leonard Dema, 23 vjeç, lindur në Mamuras, i dënuar me 7 vjet burgim nga gjykata e Trentos për tentativë vrasje. Gjatë operacionit për kapjen e të kërkuarit në momentin e ndërhyrjes në një karburant në aksin rrugor Mamuras-Laç, 23 vjeçari që shoqërohej nga shtetasi AF dhe lëvizte me automjet, sapo ka konstatuar efektivët, ka tentuar t'i përplas me automjet duke u rrezikuar atyre jetën, si dhe personi shoqërues ju ka drejtuar armën e zjarrit, pistolet, shërbimeve të policisë. Këto të fundit, në kushtet e vetëmbrojtjes, gjatë ndërhyrjes për neutralizimin e tyre, kanë plagosur shtetasin Leonard Dema, i cili është nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë vazhdojnë hetimet në bashkëpunim me AMP-n dhe në drejtimin e prokurorisë.